disa pejgamber tjerë, kanë falë namaz bashk, dhe prej aty buraku e çon në Sidretul Muntaha, bashk aty ku ishte Allahu xhelle xhelaluhu. Pa perde, i jo në gjumë, as në ndër, po me trup dhe me shpirt, udhton për tek Zoti xhelle xhelaluhu. Flet me Zotin xhelle xhelaluhu, shumë gjona, shumë mirësi, ose si to them, pa perde hiç, pa dhe mirësi tjera qjellnat, xhenetin, xhehenemin, njerëz të ndryshëm, disa pse do të hynë në xhehenem, disa pse do të hynë në xhenet, shumë gjona tjera ju diftun në këtë natë. Pra që ishi mirësi prej mirësive të Zotit xhelle xhelaluhu. Dhe ne kur flasim për këtë çështje, do më thonë se ne besojmë të padukshmen. Ata që se kemi pa, se kemi përjetu, pra s'kemi qenë tek Allahu xhelle xhelaluhu, nuk kemi folë me Allahun xhelle xhelaluhu dhe besojmë që ekziston Zoti. Besojmë se ka folë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe me pejgamberin Musa në një tjetër formë, edhe besojmë pa lëkundshëm, pa asnjë lloj dyshimi në zemër tonë. Sikur me pas pa ne, sikur kemi folë ne, edhe ky është sekreti jonë, i këtij imani, i këtij besimi, se Allahu xhelle xhelaluhu kur sjell Kur'anin e madhrueshëm, dhe në një ajet thot: "Dhalikel kitabu la rejbe fi hudan lil muttaqin, alladhina yu'minuna bil ghaib." Ata thot janë që besojnë fuqishëm në këtë libër, në Kur'an, besojnë edhe kanë për udhëzim ata që kanë tronin tamam, menin tamam, muttaqinët, alladhina yu'minuna bil ghaib. Ata besojnë në atë që është e fshehur. Nuk e shikojmë për momentin, pa inshallah do ta shohim përpara madhërisë Zotit xhelle xhelaluhu. Ama besojnë. Këto është sekreti. Këto është sekreti. Keni vënë disa herë për shembull, kur një mik apo i shok i juaj kërkon që ta besoni i gjë pa ju çfaqaj. Keni vënë pa e çfaq hiç, edhe të kërkon që të besosh. Edhe është krejt normale. Krejt normale, për shkakun se personin që ke përballë i beson. Dhe mbasi ka fol me Zotin xhelle xhelaluhu, edhe Allahu xhelle xhelaluhu do të sjellë dhuratë të mëdha e mirajit për ne, pra janë pikërisht të dyja, që besojmë në atë që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pa qenë ne atje, pa e një gjune, vetëm çfarë na tregoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ne i besojmë. Edhe e dyta dhuratë ishte namazi. Vallahi vëllezër, kur jemi këtu ke namazë, se i pjesë mundi duket pas pa mund e falër bro namazin. Shive. Ajo ishte dhuratë. Dhuratë, ti thosë se du dhuratën. Si mund ta konceptojsh këtë gjë? Pra ju dha këti umeti. Edhe si ju dha? Si ju dha? Krejt ato që falin 5 kohë namaz, shpërblimin e kanë për 50. Ata që e falin me xhamat, 50 herë 27. 50 herë 27. Edhe ma shumë po. Sepse kur thamë që ne i besojmë shpërblimit, vetëm kur dalim për para Zotit xhelle xhelaluhu kena për ta marrë vesh. Pasha Zotin. Çdo njeri do thotë: "O Zot, më nxjerr dhe herë të falem me i furr gëlqeri aty më furr të zënë." Ajo ç'krej? Vetëm i sekond bin sejdë, ç'pas ka qenë namazi. Po ju a mendoni që Allahu xhelle xhelaluhu i jep gjatë rënd të i umeti? Të rënd? Ja.
A të dha diçka që të lodhësh? Pra, hiqu justifikimeve. Allahu xhelle xhelalu tha umeti jot të falen tha 50 herë në ditë. Pra mos i u shkurtuan 5 kohë namazi, tha Allahu xhelle xhelalu në kam vendosur herë. Të falen 50 e kanë shpërblimin. Namaz për namaz. Plus ato që falen bashk kanë më shumë shpërblim. Tu ka dhënë dhurat. Ja se do dhurat. Po mirë më të shë, a qëti që nejtë gjithë natën pa gjumë në vitri. Që namazi për vitri ka qenë në 6 pa i qerek në duket, ishte jatsia, 6 pa 10. Ti kene dërmë 7 mjesit, qotë. Pse lodhje kjo? Neset, a ke qenë pushim? Po, më pas neset, a që ditë gjuma? Po, se justifikohesh, kam punë. Vje falë gjumon, falë dhe i vak namaz, ku ishe? Tu ka dhanë dhurat, a di që në dhurata? Për Zotin. Edhe Ramazani është dhurat. Muaj Ramazanit është dhurat. Dhe nuk mund të përjetojsh shpërblimin, nuk mund të gjenjsh me mend të dynjos se çka përdhoni madhe Zot, veç momentin kur thot filani. Atje, këto zinën ato, sepse ndi pa imagjinueshme, çfarë jepi madhe Zot. Po ju e shikoni sa i dha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ne do të na lojmë mungut? Jo vallaj. Po edhe zakatin ta ka dhënë dhurat Allahu xhelalu xhelalu. Po si? Që ti, kush ka dhënë, besoj se e ndi se çfarë ka në shpirt kur jep zakat. Se si kënaqesh, ke bën diçka për hir të Zotit. I ke dhënë atij hallaxhiut, ai ka imagjinuar se sa i kënaq je kur i ke bën mirë dikujt. Ha bok, flej, gjumë, vesh për vete, s'kam punë me njerëz të tjerë, po ti si e vetëm? Apo jeton me gjithë që këtë hapësirë këtu? Me gjithë njerëzit po jeton. Pra kretë të janë dhurata që të kanë dhënë. Edhe